Qeveria dhe opozita me akuzat të ndërsjella për standardin e jetesës së qytetarëve dhe për çështje nëse jetohet më mirë tani apo para 2 vitesh. Kreu i LSDM-s Venko Filip që akuzoi se për 2 vite, në vend të jetesës më të mirë, qeveria ka sjellë varfëri më të madhe. Tha se analizat e tyre tregojnë se pas 2 vitesh nga mandati i kësaj qeverie, 90% e premtimeve të dhëna para 2 vitesh nuk janë përmbushur. Shtoi se dështimi më i madh është pikërisht në ekonomi dhe standardin e jetesës, që ishin premtimet kyçe para zgjedhjeve. Се топат платите, растот на цените е огромен, а ние имаме најнизок стандард во регионот, работниците имаат најниски плати во регионот и едноставно сме најсиромашни. Инфлацијата од 4,8% е скоро дупло поголема од тоа што го предвидува и го ветува у нивната предизборна платформа. Храната е скапа, на годишно ниво поскапувањето е околу 10%. Превисоките цени никогаш нема да се вратат назад, затоа што владата не презеде никакви мерки, а за тоа ние навремено предупредувавме. Sipas Filipçës, në vend të pagave më të larta dhe kushteve më të mira për jetë, qytetarët përballen me varfëri në rritje, çmime të larta dhe investime të ulta. Ai tha se Maqedonia ka standardin më të ulët të jetesës në rajon, ndërsa çmimet e ushqimit vazhdojnë të rriten. Nga ana tjetër, pushteti pretendon se politikat ekonomike po japin rezultate dhe se të ardhurat e punëtorëve po rriten. Sipas tyre, të dhënat zyrtare konfirmojnë se paga në Maqedoni shënon në rritje të dukshme. Во март 2024 година просечната нето плата изнесувала 40.496 денари, додека во март 2026 година достигнала 48.433 денари. Тоа значи дека за 2 години просечната нето плата е зголемена за близу 8.000 денари, односно за 19,6%. Во истиот период, растот на цените изнесува 7,8%. Кога растот на платите ќе се коригира со растот на цените, реалното зголемување на просечната плата изнесува близу 11%. Nga VMRDPM thonë se qëllimi i tyre mbetet i qartë, pagat të vazhdojnë të rriten më shpejt se çmimet, të hapen vende pune më të paguara dhe qytetarët të kenë standard më të lartë jetese.